Na erdhi dhe në dita të konsumojmë një mëngjes aristokratësh. Por me çmim marketit. Big Market Garden Cafe. Po, se këto është krijuar një ambient shumë i këndshëm dhe MasterChef Ariani na ka bërë një brunch. Çfarë është brunchi, do thoni ju? Një mëngjes i vonë. Mbasi të keni bërë shoppingun këtu në Big Market Garden, mund të uleni dhe të konsumoni këto gjëra që ne kemi këtu përpara. Dhe të fillojmë, kjo është vezë poshe, një vezë zezirë me prosciutto crudo e thekrisur, spinaq dhe avokado. E kalojmë dhe salcën nga sipër, dhe salca hollandeze që bëhet me djaltë, limon edhe uthull. O, sa e Ja ku është një kombinim perfekt për të filluar mëngjesin e vonshëm, pra brunch. U shikoj edhe këtu si për gotët, çfarë është? Është e njëjta, po e kaluar me spinaq, pra ka dhe sallatë spinaqi. Edhe kjo shërbet në të njëjtin stil. Hajde shefi, hajde. Ja ku e kemi edhe këtë. Hajde gëzua njërë, qa janë këto gjërat e bukura? Tu kemi mus avokado, gëzuar. Mus avokado. Vazhdojmë mëtej me frutat, pra kemi dhe krepat, janë të embla dhe të kripura. Kemi ulli të marinuar, pra që përshtaten me branchin, që është një mëngjes i vonshëm, fruta egzotike, kemi miksin e djathrave, kemi prosciutat, por kemi dhe lëng sheke, një kolagen. Pra kujti mungon kolagen, kemi lëng sheke. Ky mëngjes i vonshëm ose brunch, është edhe në marketet e mëdha siç janë në Francë, në Angli kudo, pra është e importuar e ardhur në Shqipëri. Si ide. Dhe është një kombinim perfekt. Në Big Market, në Garden, është një risi tjetër që do vi, ku ne do të fusim dhe një pjesë e laboratorit të kuzhinën tradicionale, edhe kuzhinën aziatike. Mbasi vjen edhe në pazar, mund të banesh edhe me veten në shtëpi dhe të rrish dhe kohën, mos ta harxhosh duke gatuar, por duke ndenjur dhe të bësh punë të tjera. Të lumshin duart, shefi. Na kënaqe, tani ta shijojmë? Do ta shijojmë. Mbyllë kameran.